Përshëndetje zemrat e bukura. Po ju bëj hapjen e videos këtu në makinë. Jam ngritur në mëngjes, çova Adriana në shkollë dhe do çoj të lë makinën se e kanë bërë zogjt për turp. Unë e kam këtë problem vite. Do me thënë si unë si Fatmiri, e kemi shumë problem me zogjt. Do me thënë na bëjnë zogjt, na menderosin edhe rrobet, edhe makinën. Fatmiri një ditë i ra mrena mu kafe, do me thënë, sa hapi kapakun e kafes, i ra mu kafe, iku kafe, ishte dhe nxehtë. Edhe nuk e di, do me thënë. E kemi këtë problemin, edhe do nisemi të çojmë makinën për të larë, edhe do marrim kafe të Mikili, edhe do kthejmë në shtëpi, sepse do marr edhe më pas një gërshërët edhe përparse, sepse kam një prerje. Vetëm një prerje kam sot. Nuk e di, këtë javë s'kam shumë, po gjithsesi jam më e qetë. Edhe doja t'isha më e qetë, se kisha dhe shumë punë me letrat e Argitës. Sinqerisht, është shumë e vështirë që, do me thënë, shumë e vështirë të mbledhësh shumë letra që një fëmijë në moshë të punoj. Mbrëm, i kam lyp pak me kna, po unë në kna e përdor si maskë. Mbrëm i kam dhënë kështu, e përdor si maskë me vajra, edhe merr ngjyrë edhe flokun e man shumë të bukur. Floku im është bërë goxha i shëndetshëm, e bëra banjo, po prap nuk e di, nuk më duket shumë i shkrifët sot në mëngjes. Megjithse nuk e kam krejur edhe mirë, si kam bërë ndonjë kreje kush e di të mirë. E nisemi pim kafen, edhe mas dite, nëse kam kohë, do të rregulloj garderobën e gocave. Kam shumë punë me xhupa, pellusha, ça veshin, guna, etj. Pra sot, Eli këtë do bëj. Do mere me garderobën, po orë nuk e di, a do arri dot. Nuk e di a do arri dot. Keni pari u të blesh, do me thënë, mbajtsen e telefonit? Edhe mos e përdorësh? Vetëm unë jam. Edhe harrova t'ju thoja, po dridhe telefoni, nuk do dali mirë video në këto momente. Edhe harrova t'ju thoja që bëra një kafe në mëngjes dhe e derdha. Ky është një hujt shumë i keq që imi ndonjëherë që e derdh, se nuk e pija dot gjithë, nuk e di, nga që vajti dhe vonë e ktheva vetëm 2 herë. Më duk sikur bëra pak, po kisha bërë gjithë ato filxhan. Kisha hedhë gjithë ato ujë. Edhe të shkoj te Mikeli tash i ta pi, se nuk e di pse po më gjit atje. Hajde dal, unë tash këtu më jaman. Çova makinën, kafen e piva me një shoqen time. Tani më morin telefon që duhet shkoj të marr makinën, pra se kishte mbaru. Edhe do shkojmë të marrim makinën, edhe do iki pak në një supermarket, sepse po kërkoj kumlla. Edhe pash në një revistë që kishin dalë në një supermarket, kështu që do iki, do marr ca kumlla se mi ha Adriana shumë, vetëm për Adrianës më tepër. Ska gjë veri të sigur, kërazi. Mësim këta perinë e zazavate që janë frutat. Për drek, se kam dez aspiratorin dhe aspiratori bën zhurmë. Atëherë kam ngrirë 2 kokra qep, një thelpi hudhër, mish viçi me kocka. Po i skuq edhe do bëj një misnik si mas traditës Shqipërisë mesme ose gjyshes time, se unë jam gjys për gjys. Jam gjys fushore, gjys malsore. E shartuar do me thënë. Edhe do bëj misnikun që bënte gjyshja pra nana babit tim. E ajo betuan të jashtëzakonisht. Të dyja kanë qenë përgatim nish.
Por unë po marr misnikun e nanes madhe, i thonim domethënë. Kështu që do ta bëj në tepsi dhe do t'ju tregoj që nuk është ndonjë gjë, por do ta bëj me orizin më kanë sjell nga Shqipëria. Këtu kam vendos pak gjalp edhe do t'i ganise orizin. Ja dhe këtu kam vënë për ta zier tani po merr val dhe ja 3 gjethe dafine. Edhe këtu kam do ta bëj te kjo tepsia, kam kap tani me gishta, kështu kur kam gatu edhe nuk kam heq as unazat, në fakt kam bezikur gatuj me unaza. Kam harru me heq. Edhe do ta tiganis orizin edhe do ta hedh këtu brenda, pastaj me lëngun e mishit, edhe me mishit do t'i vendos këtu dhe në furr. Ka vendosur diçka tjetër në furr, do ja tregoj pastaj. Ja ku po e tiganis pak edhe do t'i hedh avash lëngun e mishit këtu që po zien edhe të zije mishi mirë e do ta vendos domethënë tek tepsia. Ja, hoqa, po e fik pak respiratorin, pak patollxhana, këti harrova ja hoqa bishtin këtu. Edhe ja 3 kalli speci kështu të kuq, edhe 3 patollxhana. Do t'i shtyp këtu me pirun dhe do t'i mbushe me djathë të bardhë edhe me djathë kaçkavall. Po mendojmë dhe pak domatet, shikoj, do t'i vendos prapë në furn, po pak fare, jo shumë, edhe tham të shoqërojmë gjellën. Ja pra sa i hoqa, i mbusha dhe me djathë kaçkavall, kështu që djathin e bardhë e përzjeva me domaten, pak me pirun, edhe voilà. Ja. Rezultati. Këto në fakt më tepër, shkojnë më tepër me prodhime deti, domethënë për t'i shoqëruar, por edhe me mish nuk është keq. Këtu te dhoma, para se të bëj garderobën e gocave që kur t'ju tregoj, domethënë mos i vini duart në kokë, e rregulloj Argita te dielën, nga që ik për ditë shkollë, merr hiq një robe, sepse koha këtu në mëngjes ftohtë, freskët ose shi, do me thënë shi kotë se 2 pika, nuk është që bje në shi madh, në drek 26 grad, 27 grad, do me thënë shumë vap. Edhe kështu që e ka bërë dollapin, edhe unë ta pisen e Adrianes, dhe kështu që i thash Argitës mos e luaj më, se duaj që komplet të gjitha xhupat, gunat e trashat t'ju lartë. Pra kam punë. Do ju tregoj çik se si u tregova i çik edhe garderobën time e kam mbaru. I kam heq gjitha me gun, me gjitha. Tani nuk e di se po kam marrë vetëm disa të holla bizhame dhe i kam çut gjitha lart, gunën më në fund e hoqa. Nuk besoj që do e zbres prap, inshallah jo. S'na bino i borë në maj ose qershor, na bëjnë i ftohtë. Por, çfarë doja të ndaja me ju? Diçka shumë të bukur. Atëherë, Alketa, një vlogere shumë e mirë e dashur. Nëse doni, do me thënë, nuk i keni bërë akoma subscribe, mund të shkoni Alketa Amarildo. Një vajzë shumë e mirë, mund të quaj jo brand, por bën disa kremra me sa më ka dhënë informacion, me produkte bimore, do me thënë që i ka shumë të mira, vajra e tjere e tjere. Atëherë unë do ta hap se Alketa na e ka sjell, u bëra porosin, por nuk ja kam dërguar lekët akoma. E di që është shumë turp. Kështu që Alketa, i kërkoj falje Alketës te videoja që po t'i vonoj lekët. Shpresoj ose të shtunen ose të hënën, e sigurt se dielën e mbyll. Do t'i dërgoj lekët e dashur, e hapim edhe çantën roz, ja ku është këtu. Edhe na ka bërë dhe pakon shumë të bukur Alketa me kordel. E kam brapsht, jo tamam e kam. Ka bërë shumë bukur me kuti të zezë, me kordel roz, si për goca. Dua që të uroj Alketë dashur, edhe t'i urojmë gjitha ne, kush pa e shikon video, që t'i eci puna sa më mirë. Ta hapim, edhe do të shikojmë, shikoni pak se sa bukur e ka bërë, do të marrë kamerën dhe do t'ja tregoj. Më dha disa informacione se si mund t'i përdor, pak a shumë, do t'ja tregoj tani. Shikoni pak se sa bukur i ka bërë. Me pupull roz, e di ajo guston time, prandaj e ka bërë kështu.
Edhe Alketa, fotoja sa e bukur ke dal moj, Amarli e ka quajtur, do me thënë. Shikon t'i gabimi im ky, që thash Alketa, po pra kremra dhe vajin i ka vën emrin Amarli. Atëherë krema Diviso, italisht, anti-age, edhe vaj, do ta pyes prap Alketën se edhe harrova do me thënë çfarë përdoren të gjitha njësoj, edhe ky është krem po për lëkurën anti-age. Kështu që Alketa shumë faleminderit. Nëse doni, do me thënë që të bëni porosi, mund të porosisni tek Alketa, ajo ka edhe Instagram, edhe kanalin e saj në YouTube, si që thash Alketa Marildo. Edhe mund të bëni porosi që ta ngrem që gocën, të ecit këtë punë, ta mbështesim njëra tjetrën. Kështu që unë nuk po e bëj për reklama, ta dini. Thash nuk ja kam dhënë lekët akoma, ishte çështje kohe, por që do ja dërgojmë se s'bën, edhe gjithmonë vonesa lekut ka kamat vonese. Si puna dritave. Edhe këto doja të tregoja, edhe unë sot që jam veshur me një lek shu, sikur po vjen viti i ri. Këtë lekun e kisha marrë para disa ditësh e kisha bler, dhe më pëlqenin këto kopsat, këtu sumllat apo pullat, çfarë i thoni ju gjitha. Do me thënë në këtë form, açalin. Këto nuk janë açalin, nuk besoj, nuk e di do me thënë të nxjihen apo jo. Shpresoj mos nxjihen. Se dhe po unë zinë do ja heq, do vendos tjera si ja vlen, është shumë i trash, është shumë i mirë. Mendoj që për këtë kohë është super. Më duket e kam vënë lart telefonin. Edhe nga që s'po ma mand bëj dollapin, hajde të ngrihem tash, të ngrihem pastaj. Edhe jam duke bë muhabet këtu me ju te telefoni. Se po e kapa, nuk e di do me thënë. Ka shumë punë, dua qese, të fus disa robe që nuk i bëjnë gocave, o t'i heq me një anë. Unë e kam thënë dhe e them, do me thënë nuk është një ndim kush e di e madhe, ose diçka shko qa përbëj unë, por gjithmonë robe, do me thënë gocave unë i jap, as nuk i shes, as nuk i hedh. Tani nuk po flasim për të vjetrat fare, se të vjetrat nuk kemi që t'i bëjmë. Do bëjmë si mami im, sa jo derisa i shponte me brima, ose lante xhama, lante derisa i vjetërsonte, i griste. Edhe unë them që afërsisht një të gjë ka fillu me ba, por prap nuk e di pse më vjen keq, do me thënë që edhe sikur të ketë ndonjë brim ndonjë gjë, prap neve këtu kemi kazane plera që janë të mbyllur, që kush do hedh rrobet atje, ose ato që janë pak më shumë të përdorura, unë i çoj atje, nuk është që i hedh tek plerat. Shqyr Zotit, tani kemi të gjitha kushtet. Nuk është se kemi problem, kemi veteksa, kemi çdo gjë, pavarësisht se nëna tona më përpara nuk kishin, mendoj unë, prandaj ishin të detyruara që ta bënin këtë gjë. Do e mbyll tani këtu, e të ikim te dhoma gocave, do merremi me garderobën, që mund të ketë ja 2 deri në 3 orë punë. Tani është ora 5. Por, ngeli telekomanda në dorë, çfarë harrova t'ju thoja? E mora çfarë kisha harruar të dhoma gjumit. Harrova që t'ju thoja, do me thënë që Argita ka ditëlindjen të dielën në datën 11, por do ta festoj me shoqërinë e Kingboxit, që ajo këto muaj ka shumë ndeshje, edhe nuk lejohen, do me thënë tek 2 ndeshjet e para nuk lejohen që të shkojnë prindrit, sepse prindrit bërtasin, do me thënë gjuj këtu bëj atje. Edhe kështu që e kanë heq këtë pjesë që në ndeshjet vogla, do me thënë të mos jenë prindrit, ajo do ndeshet me një vajzë nga Maqedonia e Veriut. Pra, unë nuk e di a është shqiptare apo është maqedonse, pra nuk kemi informacion. Lexoj Argita ishte një vajzë nga Maqedonia. Kështu që do ketë ndeshje dhe ndeshjen më të madhe do ta ketë në fund të majit, plus që ka dhe provime. Do japi dhe provimet. Edhe unë për ditëlindje i kam menduar, doja që ta ndaja me ju, i kam menduar që t'i bëj dhurat udhtim. Do me thënë, do t'i pres biletën në një shtet, i kam menduar, do me thënë që ta çoj në Angli, të shikojmë. Nuk e di, sepse ajo është e minorene, edhe
Ka rrugë, do me thënë që ajo të shkoj pa tjetër, ka zgjidhje, edhe nëse nuk shkojnë prindrit, t'ju futa këtu te dhoma gocave, edhe të lombacat atje, unë prandaj nuk i hoqa, se doja t'i mbaja deri për ditëlindjen e argitusit ton, që është dashuria e parë, pra fëmiu i parë. Edhe i kam mbajtur dhe kanë qëndruar shumë mirë. Në fakt, asnjë nuk është shfryrë. Edhe zemrën atje me që e donin gocat, unë nuk e kam heq, e kam lënë për dekor. Edhe ajo është tip që nuk do gjëra, do me thënë nuk do torta kështu, nuk ka shumë qef. Kur ishte e vogël, donte shumë. Do me thënë mund të thoja që pa ta shpenzur shumë lek me torta për Argitën, se gjithmonë do e festosh me kalamaja, ishin 30 deri 50 kalamaj, do më thënë që nuk e mbaj mend. Leqe fëmijët e shkollës, fëmijët e baletit, fëmijët e notit, do me thënë kudo që kishte Argita shoqëri, neve do blenim torta, që t'ua dërgonim, se nuk u dilte vetëm një tort, patjetër. Dhe plus që e festonte edhe shtëpi pastaj, këtë note që të ftonte. Por ja që këto ditë zvinë me dhe kur i kujtoj, do me thënë këtu në shtëpi bëhesh nami, rëmuje madhe, po unë kam atë tipin që kur të bëhen, do me thënë ditëlindjet e kalamajve, më pëlqejnë shumë që të luajnë, të kënaqen, thjesht mos thyjnë ndonjërin ndi shtëpiake, kaq mjafton. Edhe po u thy, s'ka gale, blije tjetra, se s'ka si blijet e reja, po nuk u thy e vjetra. Por që e kam të tip që nuk e kam problem, do me thënë filloj kalamajt mund të bëj shamat, zhurm, unë nuk e kam problem fare, mjafton vetëm kur shikoj që kënaqen, gëzohen, luajnë, pëlqen. Vetëm këtë dua unë. Edhe ja kanë kalu shumë bukur kalamajat çdo vit me Argitën. Kështu që tani Argita ka ndryshu, është ajo mosha adoleshencës, do diçka të vogël, të lehtë, mos të bëj shumë bu. Do me thënë e ka fiksim. Fotografit nuk na i do, sepse kishim menduar gjëra tjera këtu, jo foto, jo video, nuk i do, nuk ka dëshirë, edhe unë gjithmonë. E kam thënë dhe them që, do me thënë, tek familjarët nuk është të ushtroj presion, ose tek fëmijët, asnjëherë në botë. Nuk ka për të ndodhur kjo gjë, vetëm e vetëm që të bëj video në YouTube. Absolutisht. Ke unë nuk do ta shikoni kurrë këtë gjë. Edhe tjetër gjë, çfarë doja t'ju thoja, pra vetëm për ditëlindjen e Argitës, vetëm këtë do bëj. Kështu që do t'jap dhe ca çokolata, gjëra me vete, se do ikin në ndeshjet e dielën dhe t'i ketë me vete çrasja atje dhe trajnerin, edhe gjithë shoqërinë që ka atje. Edhe nëse do, pastaj në mbrëmje, kur të kthehet, ta festoj me shoqërinë e saj. Pse jo jashtë, ta ndonjë gjë. Sepse gjithmonë këto pjesa e shoqërisë së Argitës mblidhen edhe han darkë, do me thënë, e kanë shumë qef këtë gjë, shkojnë, hajnë edhe vinë në shtëpi. Gjë që mua më pëlqen, është një tjetër kulturë, dhe gocat shoqëria e saj e kanë bërë shumë mirë që kanë zgjedhur këtë gjë, janë vetëm disa vajza, më duket janë dhe 2 çuna, nëse nuk gaboj 2 apo 3, dhe janë një grup që bashkohen edhe kur ka festa, hajnë, do me thënë, dark, jo drek, se në drek jo do bëjnë detyrat, jo studiojnë, anë këte lexojnë. Atëherë e vendosa kamerën aty tek ai let, do me thënë, tek drita let, tek amaleci, edhe tani mos t'ju tregojmë çik këto rregullin edhe pastërtinë, t'ju tregojmë edhe çik rrëmujën, se nuk jemi kështu, do me thënë, rregulli i madh si tek shtëpia Barbit. Atje ma tanë, shikoni qik, a i koshi, po t'ju tregoj nuk e shikoni, do me thënë qa modeli ka koshi. Mund ka marrë malli të shikoj këto ditë, kështu që e kam bush Argita këtu, se i thash unë Lare se do t'a rregulloj unë, dhe shikoni pak. Mbush do me thënë me gjitha, me robe sporti, me gjitha, qatë the, me të bardha, me të zeza, i ka bashkuar Argita me bluzë gjumi, se direkt sa i thash unë Lëre se do i bëj unë, nuk i interesoi mori edhe fiu i hodhi atje, tha shqyr o zot, tha, që do i bësh ti, shpëtoj. Edhe do ta lë koshin këtu dhe më duhet që t'i heq, sepse ajo një pjesë e ka veshur vetëm një herë, mund të ketë tjera që i ka provu edhe nuk i ka vesh, po i ka lënë këtu pa i fund dollap, se dollapi është tjetër katastrofë. Edhe jo gjise, jo tjera, dhe i ka lënë këtu. Unë tani do t'i heq, do t'i zgjedh, edhe e sigurt që një pjesë do lahet, një pjesë jo. Tani e lekun e kisha larë dhe e kisha varë atje, ajo e ka veshur vetëm një herë, një ditë që bëri në shkollë pak ftohtë, edhe vetëm një herë. Tani
nuk e di ç'a të bëj tani, nuk e di ç'a të bëj se ti laj dhe shpesh, ky ka këtë pjesën e lëkurës, ky nuk është lëkurë se ky inkilitësh, dhe nuk dua që t'ja prish se nuk ka shumë kohë që e ka bler. Njërë për njërë do ta lejmë këtë një lekun, ka një xhup lëkure, këtë të lëkurës që jam marrë dhe unë ndonjëherë kështu si të sheftas, se dhe ajo mi ka gri robet e mia, robe, parfume, make-up, kështu që i kam thonë mos përdorit njëjtat furçe se nuk është mirë. Kështu që mball dhe lekë të shkoqura që japun kur merr ndonjë gjë mjesi, akoma i ka këtu. Bia ime kursimtare. Edhe ky është i pastër që e ka vesh vetëm një ditë, edhe se di domethënë do mundohem që t'i ndaj, edhe do filloj ka puna, po t'u tregoj që dollapin, Nuk e di a duket nga atje, po ta sjell këtu, domethënë është e gjithë. Këto këtu, që ajo disa duken që janë palosura, këto që ka vendos disa këtu, këto kutijat do iki, këto kutijat do t'jecë sepse ka fillu, nga që kur i ka pas palos, i ka gjesh me forcë, edhe i ka gris, i ka shqy, i ka bërë për të hedhën plera. Kështu që do t'i hedh këto, se nuk bëjnë, ja kjo është e qarë, ja ku ka dalë këtu, do me thënë e gjitha, edhe të gjithë robet e dimrit do t'i heqim, të gjitha robet e dimrit, edhe ato që do japim. Argita ka shumë që i mban, do me thënë, problemi është që ajo i mban, ja këtu ka marrë të mia, shikoni që seti im, që unë e kërkoj tani në pranverë, është seti bluze e vogël që është poshtë, do me thënë, po kjo hapet, edhe ka këtë sipër, tip kanatieri, po që ka këtë sipër, po këtë unë më tepër nuk e kam përdor, se ishte shumë e ngushtë edhe shumë e shkurtër, e ka pas përdor Argita këtë, unë po thuaj se kam vesh fare, edhe kur e bleva më tepër mendova për Argitën. Edhe kjo ka dhe një fund, është set me fund, kështu që i ka marrë, po këtë, unë nuk e marrë këtë, se këtë do e mbaj Argita, e kështu që do ta vendos me xhirim të shpejt, se kur është me xhirim të shpejt duket sikur ka mbaruar shpejt dollapi. Unë do me thënë do jem me xhirim ngadaltë, jo me xhirim të shpejt. I mbarova, jo 100%, por se këto janë rëzu, këto robet këtu, këtë masën këtu, çanta, kapele, fustane që ka pas, këte ka pas Argita, e ka vesh Adriana në përdasma. Do me thënë Adriana këte ka vesh vetëm një herë ka rastis që ta veshi, Argita një herë edhe Argita, kështu që fustani është super. Kam dhe një tjetër që është shumë i bukur edhe ky po. Kështu që t'i veshin kalamajat atyre që u bëjnë. Ky është shumë i mirë. Edhe ka shumë robe këtu që unë do t'i vendosë 2 çanta, 2 qese ose 3 qese të mëdhaja. Do t'i dërgoje tani, do me thënë në këto momente, do t'i çoj tek njëra. Edhe kush doj pastaj, do me thënë mund t'ja japi kujt të doj. Atyre që ka nevoj, pa tjetër. Këto më duket i kam fut gabimisht, të që kanë të Adrianes. Po, këto janë për 9 vjeç, që janë të Adrianes. Edhe e mbarova gjithë trashat lartë. Të gjitha. Këtu i kam ble Adrianes një palë sandales, ju aty isha tregu, po ja mora te Calvin Klein. Edhe i ka pëlqyer shumë, po janë shumë të mira, nëse juve do me thënë doni me i ble sandale kalamajve, këto janë nish, unë i kam marrë dhe herë të tjera, ja kam pas marrë roz, kur ishte vogël edhe ikte shumë kollaj me vrap.
Janë këtu, janë shumë të bukura, po kam shumë ditë që ja kam ble. Edhe nuk i ka vesh, ja kam lënë këtu në kuti, domethënë. Edhe një palë sandale që i ka Argita. Edhe këto do i fustu. Jorgani do ta marr pastaj dhe do ta shkund pak për jashtë. Do i vendos këto në përqese edhe direkt në makinë do t'i dërgoj. I mbarova, këto janë qesët, po i kam fut me të ngjeshur. Këto të dyja ka edhe për verë edhe për dimër. Edhe do ta shkruaj organin pastaj. Edhe do ndrohem dhe do marr makinën. Kështu që më duhet bëj mbylljen në video se mos harroj fare pastaj. Bëj mbylljen. Unë do vesh një palë xhinse edhe do iki, po do shkoj vonë se ora është 7 tani. Edhe do të shihemi në video tjetër, në next video. Këtë javë kam qenë çik kështu, domethënë, nuk është që kam pasur një gjë interesante, po kjo është jeta. Bye bye.